efektivi shqiponjave Enea Mekolli është vrarë ditën e sotme, ndërsa kolegu i tij Edison Adri ka mbetur i plagosur. Ngjarja ka ndodhur në Maliq. Zonja Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht? Kush është autori i ngjarjes dhe pse? Efektivi shqiponjës, ë? Po, Violant Braçellari është autori dyshuar i kësaj ngjarje të rëndë, e cila është shënuar në orët e para të ditës së sotme. Forca Shqiponja, një patrull, pra rreth 7 forca Shqiponja janë nisur në drejtim të Malit Bode, zona e Lozhanit në Maliq, aty ku kishin marrë informacion që në një nga banesat ose stanet asaj zones që është zonë e thellë malore, duhet thënë në qarkun e Korçës, fshihej Violant Braçellari, ish ushtarak, i cili ishte dënuar me 10 vite burgim për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Sipas të dhënave paraprake, ka rezultuar se forca Shqiponja janë nisur në drejtim të kësaj zone malore mbi bazën e një planit posaçëm operacional, thuhet, por kjo mbetet për parë nëse realisht ka patur. Po, ky është efektivi Enea Mekolli që ka humbur jetën, është 34 vjeçar, oficer i forcës Shqiponja, ndërkohë që kolegu i tij Edison Adri ka mbetur i plagosur dhe aktualisht ndodhet në spitalin e traumës në gjendje të stabilizuar për momentin. Po ashtu është plagosur edhe autori dyshuar i ngjarjes, Violant Braçellari, i cili ishte një personazh i shumë kërkuar i policisë në qarkun e Korçës, kishin dështuar disa herë forcat Enea për ta vënë, është pikërisht ky person që ne po shohim tashmë autori. Ky është vrasësi. Po, ky është autori dyshuar i ngjarjes. Kishte dështuar disa herë Enea për ta vënë në pranga për faktin se ai është ish ushtarak dhe ka njohuri shumë të mira për t'i shpëtuar forcave të policisë, por edhe për përdorimin e armëve të zjarrit. Ditën e sotme, furgoni, pra automjetet e policisë me 7 forca kanë shkuar në zonën ku ai dyshohej që fshihej dhe që mendohej që takonte nënën e tij në atë zonë, ka pasur edhe qenë të stanit pra që i mbante. Dhe në momentin që forcat e policisë kanë menduar që e kanë rrethuar dhe i kanë bërë thirrje të dorëzohet, Violant Braçellari ka qelluar në drejtim të tyre me Kalashnikov, duke lënë të vrarë Enea Mekollin, 34 vjeçar, dhe duke lënë të plagosur në nofull Edison Adri. Ndërkohë që nuk kundërpërgjigje, policia e Korçës e ka lënë ato të plagosur dhe aktualisht po merr ndihmë mjekësore. Tani kjo ngjarje përveç se është shumë e rëndë dhe patjetër tregon që forcat e policisë ndoshta do duhet të kenë një tjetër qasje në mënyrën se si organizojnë aksionet për kapjen e personave të shumë kërkuar, ngre edhe disa problematika shumë të rënda. Së pari nuk di ende dhe nuk ka ende një hetim, pavarësisht se Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka shkuar në vendin e ngjarjes, nëse ka patur një plan të posaçëm operacional, përse nuk janë thirrur dhe nuk janë dërguar në operacion forca e posaçme operacionale apo forcat Enea, të cilat janë forca që normalisht duhet theksuar janë më të përgatitura dhe të specializuara për të bërë ndërhyrje të tilla, kur eksponent të tillë konsiderohen me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Për të patur një aksion suksesshëm, ka disa kritere dhe në rastin konkret me sa duket është anashkaluar rrezikshmëria që paraqiste ky personazh, që sikur se thash dhe duhet ta theksoj, është ish ushtarak dhe normalisht duke qenë autori dyshuar i ngjarjes është ish ushtarak. Është 43 vjeçar. 43 vjeçar? Po, 43 do të jetë fotografia e është foto e vjetër në kohën kur është dyshuar për veprën penale të prodhimit dhe shitjes narkotikëve. Dhe në atë kohë është bërë kjo foto që qarkullon në media. Por, për shkak të aftësive si ish ushtarak, për shkak edhe të njohjes së zonës, ai kishte mundësinë dhe do duhet të angazhoheshin forcat e posaçme operacionale ose forcat Enea. Nuk mund të shkonin forca Shqiponja. Së dyti ka patur një pretendim që ka patur antiplumb, por personalisht mendoj që forcat Shqiponja shkojnë përgjithsisht se ne i shohim rrugëve të Tiranës, imagjino në zonat e thella siç është Maliqi, që të kenë qenë të veshura me antiplumb apo me pajisje të posaçme. Pavarësisht pretendimit që ka pas policia e shtetit, unë mendoj që do duhet ketë një hetim të thelluar për ta sqaruar këtë ngjarje dhe përgjegjësi institucionale, sepse po ta shikosh me shumë kujdes, pati edhe një deklaratë nga zoti Hita dhe me thënë drejtë është një deklaratë e cila nuk më bëri shumë sens, sepse zoti Hita tha që Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit nuk ka patur dieni për këtë operacion. Pra, nëse Drejtoria e Policisë së Korçës e ka anashkaluar rrugën institucionale dhe nuk ka lajmëruar reprorët në Policinë e Shtetit se ishte ndërmarrë një aksion për kapjen e këtij personazhi që konsiderohej shumë i rrezikshëm në zonë, atëherë minimalisht ka shpërdorim të detyrës dhe do duhet patjetër që të ketë përgjegjësi penale ndaj zyrtarëve të lartë të Policisë së Korçës. Deri më tani, pavarësisht se ngjarja është e rëndë dhe ne kemi një dëshmor të rënë në krye të detyrës, nuk kemi minimalisht një dorëheqje që të paktën do të zbusë deri diku edhe këtë ngjarje tragjike, që në fakt ndoshta nuk ka marrë vëmendjen e duhur edhe për shkak të valës së protestave. Zoti Hita ka deklaruar që ka një hetim nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, por unë mendoj që nuk është kjo. Çështja do duhet është hetim administrativ, policia, prokuroria do duhet, sepse në informacionet që kam edhe në atë zonë, për shkak se ishte ish ushtarak, ishin instaluar kamera sigurie
dhe normalisht aty mund të kuptohet e gjithë dinamika, të duhet të merret plan i posaçëm operacional. A janë informuar punonësit e forcave shqiponja në momentin që janë nisur drejt vendit të ngjarjes? A e dinin ata se në cilin terren do të shkonin? A kishin informacion për profilin e këtij personazhi i cili sepse gjithë profili zoti Rakipi kur hyet në një aksion nga forcat e policisë ka një profil të rrezikshmërisë së personit që shkohet për të kapur. Nëse ju kujtohet, dita më parë janë vrarë 4 punonjës policie në Durrës nga Dritandajti dhe u injoruan atë kohë rrezikshmëria e personit që kishin përballë. E njëjta gjë mendoj ka ndodhur dhe këtë herë dhe normalisht që ky person ka 9 vite në kërkim. Përveç se 9 vite ka dështuar disa herë NEA për ta kapur. Dhe si është e mundur që ndrohet në këtë mënyrë, jo, por nuk mund të shkojnë disa policë, të cilët nuk kanë pajisjet e duhura, nuk kanë armatimin e duhur, nuk kanë automjetet e duhura, në një zonë të thellë dhe që normalisht i e ke dërguar aty praktikisht policin për të vrarë. Në momentin që ai ka armatim të rënd, është njohur shumë mirë i zonës, është ushtarak, ka qenë te stanit që normalisht mund ta ndjejnë lëvizjen e policisë apo të çdo personazh, të çdo personi aty që në distancë dhe të gjitha këto, edhe errësira, sepse ato kanë shkuar që në orët e para të mëngjesit, krijon problematika dhe kjo histori nuk mund të mbyllet me uljen e një grade apo me përjashtimin nga radhët e policisë së shtetit. Do duhet të ketë përgjegjësi institucionale dhe penale, para dhe do duhet të ketë një vëmendje të shtuar. Ne kishim këtë rast nëse mbani mend në Lezhë, nëse ju kujtohet, një djalë i ri që më pas u vra, u kundërpërgjigj, vrau një punonjës policie, ne nuk mund t'i lëmë zbuluar punonjësit e policisë, pavarësisht problematikave që kanë, që të shkojnë atje dhe të jenë të papërgatitur dhe të papajisur me antiplumb apo mjete të tjera, dhe që të vriten mes rrugës nga eksponent të krimit. Okej, e kemi zauruar, s'kemi që themim tem për këtë, Xhabina. Tani, kalojmë në një moment që është SPAK ka ashpërsuar situash dhe ka shtuar akuzat në Belinda Ballukut. Belinda Ballukut janë shtuar akuzat dhe SPAK i ka sekuestruar një vilë që dyshojnë se i përket asaj. Indirekt tonë, indirekt i takon asaj. Ju në shpjegoni çdo me thënë indirekt tani se pronar indirekt, se kështë gjuar me thënë dhe gjoj për e të parë, sa i përket kësaj gje, për çfarë akuze dhe pse ka dyshime SPAK se vila është e Balluk? Vila është apo ka ndonjë gjë tjetër? Tani për momentin ju e thatë dhe ka patur një reagim zyrtar nga ana e prokurorisë posaçme. Kjo e fundit ka shtrirë hetimet mbi zonjën Balluku edhe në kohën kur ajo ishte drejtoreshe përgjithshme e Alp Kontrollit, vite më parë, pra përpara se të vinte si deputete dhe më pas si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë. Bëhet fjalë për një tender që zonja Balluku sipas hetimeve të SPAK rezulton që bashkëpunim me Eviz Berberin që në atë kohë punonte në Alp Kontroll dhe ishte vartës po i zonjës Balluku dhe disa persona të tjerë, antarë të Komisionit të Vlerësimit Ofertave, kanë favorizuar kompaninë Eurocall të Carapulit duke i dhënë një tender që kishte të bënte me Alp Kontrollin dhe ky favorizim sipas prokurorisë së posaçme ka ardhur jo vetëm në përgatitjen e dokumentacionit dhe privilegjive të padrejta që janë dhënë kompanisë, por edhe gjatë shtimit dhe zbatimit të kontratës.